që të kuptojmë si u krijuan vilajetet shqiptare. Duhet të kthehemi pas në kohë, shekullin e 19, kur Perandoria Osmane po përpiqej të reformojë dhe të mos u shëmbur nga brenda. Kjo periudhë njihet si epoka e Tanzimatit, cila filloi në vitin 1839 dhe solli një sër reformash administrative që e ndan Perandorinë në njësi të reja e qeverisës. Pikërisht atëherë, krija forma moderne e vilajetit, njësia më e madhe administrative e Perandorisë Osmane. Sipas burimeve, këto vilajete ndaheshin në Sanxhak, Kaza dhe Nahije dhe drejtoheshin nga një vali, ndërsa administrata përfshinte Këshillin e vilajeteve, drejtoritë e financave, arsimit, vakëfeve, gjykatat, e shehriatit, policin dhe xhandarmërinë. Në tokat shqiptare, ky sistem solli ndarjen në 4 vilajete kryesore: Shkodrën, Kosovën, Manastirin dhe Janinën. Këto nuk ishin vilajete etnike shqiptare në konceptin modern të kombit, por ishin territore ku shqiptarët përbënin shumicën ndërmuese të popullsisë, sidomos në zonat qendrore. Vetë kjo ndarje administrative kristalizua gjatë viteve 1864-1868. Në kuadër të reformave osmane që synonin ta qeverisnin më mirë Perandorinë e gjatë. Të 4 vilajetet përfshinin së bashku rreth 121.000 kilometra katror territor deri në fillim të shekullit të 20. Vilajeti i Shkodrës ishte më i vogël për nga madhësia, por me rëndësi të madhe strategjike për shkak të daljeve në det dhe kufirit me malin e zi. Shtrihej në Shkodër, Lezhë, Ulqin, Tivar, Podgoricë, Plav, Guci dhe Malsinë e Madhe. Ky vilajet kishte një traditë të gjatë si qendrese kulturës, tregtisë dhe administrimit lokal në veritë e Shqipërisë. Vilajeti i Kosovës ishte më i madhi për territor dhe konsiderohej zemra e tokave shqiptare. Ai përfshinte Prishtinën, Shkupin, Tetovën, Gostivarin, Sanxhakun e Novi Pazarit dhe zona të tjera që sot ndodhen në Kosovë, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Ky vilajet ishte rëndësi të jashtëzakonshme, sepse përveç pozitës strategjike, ishte edhe qendra ku shpërtheu ideja e bashkimit kombëtar. Pasi aty mbizotronte popullata shqiptare dhe ishte vatë e rezistencës ndaj coptimit të mëvonshëm. Vilajeti Manastirit, me qendër Manastiri, shtrihej në pjesën lugundore të Shqipërisë, në Maqedoninë perëndimore dhe në zonat të Thesalisë. Ai përfshinte Korçën, Ohrin, Strugën, Dibrën dhe Manastirin. Vilajeti ishte i rëndësishëm, jo vetëm politikisht, por edhe kulturorisht, sepse këtu u zhvillua Kongresi i Manastirit në 1908, ku vendos alfabeti i gjuhës shqipe. Vilajeti i Janinës në jug përfshinte Janinën, Gjirokastër, Vlorën, Tepelenën, Beratin dhe gjithë krajinën e Çamërisë, Prevez, Art, Filat, Paramithi. Janina ishte një qendër e madhe arsimore dhe kulturore, një vend ku shqiptarët, muslimanë dhe të krishterë, ndërvepronin prej shekujsh. Ky vilajet ishte rëndësi të madhe, sepse shtrihej në pjesën jugore të trojave shqiptare. Aty ku më vonë, pretendimet greke për epirin e Veriut do të krijonin konflikte të mëdha. Pavarësisht krijimit të sistemit të vilajeteve, shqiptarët nuk kishin një njësi të vetme administrative që t'i bashkonte të gjithë këto territor. Prandaj, gjatë rilindjes kombëtare, intelektualët shqiptar si Abdyl Frashëri, Sami Frashëri dhe Pashko Vaza kërkuan bashkimin e 4 vilajeteve në një vilajet të vetëm shqiptar. Kjo kërkesë u bë zyrtare në vitin 1878 në lidhjen shqiptare të Prizrenit, cila i paraqiti forcave të mëdha kërkesën për autonominë të këtyre 4 vilajeteve brenda Perandorisë Osmane. Burimet konfirmojnë
si vilajetet ishin boshti kërkesave për autonomi, sepse aty jetonin shqiptarë në mënyrë të dëndër, dhe sepse ato përfaqësonin bashkimin territorial të Shqipërisë etnike. Si ide, bashkimi i 4 vilajeteve mori formë konkrete në 1912, pas kryengritjes së madhe shqiptare. Kryengritësit dhe përfaqësuesit osmanë ranë dakord për krijimin e një vilajeti shqiptar autonom, që do t'i bashkonte në një të vetëm vilajetin e Shkodrës, Kosovës, Manastirit dhe Janinës. Kjo marrëveshje u konfirmua më 4 shtator 1912, duke njohur për herë të parë zyrtarisht një vilajet të bashkuar shqiptar në kuadër të perandorisë. Por koha nuk priti. Një muaj më vonë shpërtheu lufta e parë ballkanike dhe shtetet e Ballkanit shtuan shumicën e tokave shqiptare. Projekti i vilajetit të bashkuar u shkatrua përpara se të merrte jetë. Në këtë kaos historik, shqiptarët e detyruar shpallin pavarësinë më 28 nëntor 1912. Pasi pjesa më e madhe e territoreve që përbënin 4 vilajete tashmë ndodheshin në pushtimin e ushtrive të huaja. Konferenca e ambasadorëve në Londër njohu një Shqipëri të vogël prej vetëm 28.748 km², duke lënë më shumë se gjysmën e territoreve të 4 vilajeteve jashtë shtetit të ri shqiptar. Sot 4 vilajete shqiptare përbëjnë konceptin historik të Shqipërisë etnike, ashtu siç ekzistonte në shekullin e 19 brenda perandorisë osmane. Këto njësi administrative formuan bazën e kërkesave të rilindjes kombëtare, të lidhjes së Prizrenit dhe të gjithë lëvizjeve për pavarësi. Këto ishin territore ku zhvillua vetdia kombëtare, ku përgatit alfabeti i gjuhës shqipe, ku mbajtën kryengritje, dhe ku lindi ideja e bashkimit të shqiptarëve në një shtet të vetë. Me reformën e Tanzimatit, do u bën struktura, por me lidhjen e Prizrenit, shndruan në simbol të bashkimit.